Jemi rikthyer nderuar të shikuesit një kohë pak intensive për shkak edhe të ngjarjes, Të ngjarjes, gjykata kushtetuese vendosi që në orën 5 flamur, mirëmbrëma, faleminderit shumë që erdhe. Pritje pak minutat, kërkojmë ndjesë, domethënë. Ka gjë. Jo, po se ndodhi kjo gjykata kushtetuese në orën 5, që spostoi gjërat. Spostoi gjërat dhe na prishi punë. Kemi kuptimin vëllai. Tani është rikthyer, siç u thash Flamur Noka në studion time, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Gati po ndajshin për gjithmonë sepse partia ka vendosur që nuk lejohet daljen për studio me analist pa praninë e njerëzve të Partisë Socialiste. Pa kundërshtarin politik. Por ja që u gjithë zgjidhja dhe jemi sot me mua në studio, ka ardhur vetëm me mua. Por tani kemi një problem, Flamur, që mos ja u futi e drama këtu. Se ai e ka shpikur këtë lojë, po ai është në kal tani. Është në kal, ja një sekond, është në majtë kalit, nësa ju jeni në majtë nuk kuptohet ku, dhe ju duhet të dilni sa më shumë, ndërsa e drama nuk ka interes mos dalë. Mos e keni mësuar gabim këtë gjë. Jo. Tashti të kuptoj në të gjithë atë që thua. Çështja politikisht për transparencë me qytetarët që ndron këtu. Ka gjithë të vite që në pushtet 13 vjet është Edi Rama dhe Rilindja. Ure, ai do jetë nuk t'i iknej. Prit mos të lutem. Jo, dakord. 13 vjet. Në 13 vjet, ai ka zgjedhur një strategji. Kodin omerta për të vetët, ndërsen analist të cilit i paguan në për borde në për të gjitha, borde ujësjelësash, borde ku di unë që ka. Marim, po edhe ju keni paguar. Jo, as një analist, kur? I kuro? As një analist. Kanë qenë ekspert, mos katroj gjërat. Keni paguar si ekspert, po? Jo, sot, të gjitha bordet, jo bëjmë dije qytetarëve, janë të mbushur me këta analistët që shikohen nëpër media, të cilët kanë një mision, të sulmojnë vetëm opozitën, të mos përmendin asnjë gjëm, bëm, hajdutëri, drog, kartel të qeverisë, dhe të krijojnë idenë se në Shqipëri po qeverisë opozita të fajtorësh opozita. Pra, tani ne me këtë kategori, rroktarësh apo mercenarësh mediatik, ne refuzojmë të dalim. Po, debati publik është të vinë përfaqësuesit e narkosit këtu në tavolinë me ne dhe të diskutojmë për shëndetësinë, për programin e tyre, për çfarë kanë bërë, çfarë s'kanë bërë, që s'kanë bërë gjë e kanë shkatruar. Fal. Tani Okej, mo. Për bujqësinë, për fondet i partë, për rënimin e bujqësisë, për faktin që gjithë plerat e grurit të serb vinë në Shqipëri dhe hajnë shqiptarët, atë që hajnë as derrat në Serbi. Fal. E bërë demagog, pak. Të vinë këtu dhe të diskutojnë, lutem, për arsimin që është i fundit. Por shumë bukur, por nuk të vinë, më bukur. Të lutem tani. Ore, nuk vinë, mora unë sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste i thash do vish me Flamurin, nuk vita. Po, që të vinë pra që diskutojnë për arsimin. Pse u shkoj? Tani unë vetëm marr pushkën dhe ta marr me pushkën, nuk vjene. Kush e çoi arsimin në Shqipëri të fundit në botë pas Ukrainës dhe Palestinës që janë luftë? Ore, të gjitha këto të thuajnë parlament valla. Se atje nuk madhe përgjegjësi, njeri. Debati, të lutem tani. Bashkë do të bëjmë muhabet tjetër. Do të bëjmë gjitha, po prit. 30 sekonda më le ta bëj parantezën. Më le të bëj parantezën. Tani, këtu duhet të ishin ne si opozitë. Ore, njerëzit që kishe këtu ti kush është i paguar? Entona Bileka, Andi Tela. Prit një sekond. Asimja. Më le ta shtjelloj. Kush është i paguar? Më thuaj këtë. Kush është i paguar nga këta këtu? Më le ta shtjelloj. S'do të ulesh me këta. Më le ta shtjelloj, do të them. Se unë këta kam në punë. Në punë, domethënë te emisioni im. Ti je i qartë ti. Ore, Entona Bileka, ulesh. Le të sqaroj këtë, le. Duro, vetëm duro. Tani të vinë të sqarojnë. Pse këtu shëndetësia sot është 40 vjet pas BE-s, kur ndërkohë Edi Rama thotë që s'ke folën parlament sot në 2030 do jemi në BE. Të vinë këtu përfaqësuesit e narkosit dhe të tregojnë pse infrastruktura, megjithëse rrugët janë të arta për sa i përket kostos, pse infrastruktura është 100 vjet sipas BE-s, pas standardit BE-s. Të vinë këtu dhe të tregojnë pse raporti OSBE-Odirit të japin llogari. Kush të vinë? Nuk të vjen Flamur fare. Thotë që mediat janë të gjitha të kapura nga qeveria. Kush media për shumë? Të gjitha mediat të raporti OSBE-Odirit. Ku tha jo më ja? Po, e kam... Po, jo të gjitha mediat. Lejoj se... Prerë të parë raporti OSBE-Odirit... Më lejo. Thotë
që janë një pjesë e mirë mediash dhe janë... mos u gut një pjesë e mirë, jo Po ti si shumica. thua emrat kur, Flamur? Prit, ta them më emrat. Po me thuaj. Ti them unë prit. Me thuaj emrat e medias. çfarë ka thënë? Dakor, cilat media janë të korruptuara? Jo, ta them. Merë mediat e mëdha. Ta them unë. Televizioni Top Channel, është i korruptuar? Ta them unë. Po të pyes unë, jam gazetar. Po. Televizioni Klan, është i korruptuar? Po. Në rregull. Po prit, vazhdo. Vizion Plus. Patjetër. Ne. Patjetër. Vazhdo më tutje. Ç'kemi bërë ne vallë? Vazhdo. Propagandë jeni bërë të gjithë dritare ku pasqyrohet errësira e qeverisë si një dritë që ndryshon vendin. Ore ti vjen thua këtu çfarë do Menderia do me thënë. Kaq është e gjithë. Ore ti thua këtu unë të thres ty të thuash çfarë duash. A do të ta them prit, ta them unë ty. Ta cikoj unë ose çka ka thënë OSB-ja. Çfarë thot ky më? Prit morja këtë thot ky. Prit. Lemo OSB-ja. Prit. Po zotëri OSB-ja thoshte për herë të parë dhe bravo i qoftë. Në mënyrë shiko. Pjesë e medias po. Në të njëjtën mënyrë. Kapje institucionale. Kalove këtë të Autoriteti mediave audiovizive AMA dhe RTS funksionojnë në kontroll të plot politik, e thot raporti OSB Odirit, me përmbajtje tërësisht të favorshme për qeverinë. Monitorimi i Odiri raporton se PS dominoi pra kohën televizive. Prit të them unë tash tjetër. Po dominoi PS, po kjo nuk do thotë që Prit. Edhe kur fliste, Prit. dhe kur fliste opozita, po, e thash unë këtu. Ta them unë. Edhe kur thoshin gjëra kundër opozitës, ja quante opozitës. Prit, kontrolli dhe... Jam me ty, mor zotri. Po prit, po faleminderit. Po tani ku t'ja tregon këtë? Po ku t'ja tregon tani? Qytetarëve, jo ty. Tani, kontrolli dhe censura në media, Se mua me gjete më trapin ti këtu të kjo të regon qytetarëve këtë gjë. Më shumë se 90%... Dhe ti s'flet në parlament, ti s'flet as sekundi. Më shumë se 90% e mediave shqiptare ndodhen në ndikimin e qeverisë përmes përqendrimit, pronësisë dhe presionit financiar. Ore këte une... Raporti... O, Flamur, e bëra emision këte, Flamur. Shumica e kisha emision këtu dërmuese e medjave ka ardhur të lexoj raportin perceptojnë si të lidhura me Partinë Socialiste në pushtet, thot raporti i Dalën pi kafe dhe vazhdon ti. I vetmi televizion, thot raporti. Do deri në orën 2. Prit, po, deri në 2. I vetmi televizion, thot raporti i OSB Odirit. Kanali opozitar Syri TV zotron 1.7% të ardhurave të tregut. Në 87% audiencës kombëtare e kanë media qeveritare, thot. Po, qëfar po thot pra? Më kërkove për mediat. Shude. Dhe të ardhët, 72% të ardhët e tregut i kanë gjitha mediat qeveritare. Tani, këtë thot bashkë me vetë censurën e gazetarve, e kanë gryer pluralizmin mediatik dhe aksesin e qytetarëve në informacionit pa anshëm. Do zbatosh rregullat, do Prit, patjetër, a deshe të flasësh për mediat, a më the për mediat. Ja tu përgjigja. Unë këtë, para se të recitonje ti këtu, unë e bëra program. S'ka rëndësi. Dhe kolegu im, më falë më zotri, kolegu im që ti nuk do të ulesh edhe me te, Andi Bushati tha, për derisa televizioni Top Channel, televizioni Klan, daj të pyeton për atët. Janë, tha me qeverinë e këshu, i thanë, e bën emision më dhe folën gazetarët vetë këtu. Kam konsiderat jashtëzakonshëm për zotin Bushati. Kurdo? Kam konsiderat jashtëzakonshëm për zotin Bushati. Po pse s'vjen emision me të ti? Jo, s'vi, jo me të, se ka me të unë. Po. Ne kemi marrë një vendim, zot. Por e kini gabim. Do t'ju bjerë vendimi këtu. Faleminderit. Do t'ju thyej kokën. Ajsa, faleminderit, më nxirr, unë këtu nuk vi për debatuar me askënd përveç se me kundërshtarin. Më nxirr kundërshtarin. Nuk do. S'do. Atëherë unë I thashë që mendoj unë. Nuk duan, pse nuk duan? Atëherë më lejoj që unë t'ju them shqiptarëve çfarë është e vërteta. Sepse në për ekranin shqiptarët kanë dëgjuar gjithë të kohë vetëm çfarë thot Edi Rama dhe linjat e tij politike. Dhe po ta thot raporti i OSB Odirit. Atëherë hajde bisedojmë. Kjo është e vërteta juve. Qertë. Kjo është. Vetëm një sekondë, Flamur, atëherë fillojmë. Patjetër sa duash. Nëse bëre një hyrje kështu Jo, po shqiptarët duhet din. Ti bëre një prolog 300 herë më shumë se ç'bëhet në për libra. Prologu, fillimi, bëhet një shënim. Jo, ka prolog dhe epilog. Po të paktën epilogun kur të ma mbyllish mos e vazhdo shumë gjatë. Jo, dakord. Tani të hym direkt. Prologu është i detyrueshëm pse? Për të sqaruar të shikuesin tënd e tek këtij emisioni dhe qytetarët në tërësi pse ku është situata, pse nuk vinë përfaqësuesit e narkosit, çfarë do vinë? Do vinë do flasin për kartele, ata zguxojnë, ata janë peng. Do vinë do flasin për rënimin e votës zgjedhore për cilën e votës lirë dhe demokracisë. Ata janë vetë rënuesit. Flamur. Do vinë të flasin për korrupsionin pa fund. Po prit më burp. Do vinë të flasin. Ore tani gjithi natin që kema ata po ma nxjerr mua më Flamur. Jo, unë po ja them shqiptarëve, s'kam punë me ty. Po si shqiptar, po shqiptarët e dinë mo.
qytetarëve. Shqiptarët e din që e drama nuk dërgon asnjëri të merret me ju. Sepse është në luks. Po një zëvendës është reat shumë. Jo, kodi omerta i mafjes. Këtu ndryshojmë unë ti në qasje. Po ti mua ma thua këtë. Ti thua luks. Unë po ju them shqiptarëve që është kodi omerta. Pse? Një zëvendës kryeministër narrati. Një zëvendës kryeministër narrati. Një zëvendës kryeministër tjetër tashi është në ndjekje nga SPAK. Me probleme madhore. Nëse makini... Disa ministra i ka atje. Kam dhe një pyetje që ta... Çfarë do flas? Do flas për këtë karakatinën qeveritare që ndukje është e fortë dhe tani është duke rënuar një lloj siç rënohet një kështjellë rëre. Ja, për çfarë do flasin ata? Do flasin për çfarë? Për shpopullimin e këtij vendi. Do flasin për varfrinë ekstreme që një pensionist merr 100 euro, ndërsa këta me 100 euro paguajnë vaktin e qenëve që mbajnë për shtëpia. Për çfarë do flasin këta? Jemi okay. Po kjo është historia. Kjo është e vërteta. Dhe unë këtë kam detyrë, unë dhe çdo opozitar kemi. Sa të vazhdoni kështu flamur, na mort në qafë. Na ikën për lesh. Po vazhduat shumë. Ylli, edhe kjo që sa po thua ti, është gjysmë, është indirekt shërbimi i Ramës. Pse? Të merrim qafë, qeveria, Ylli. Ai po të vjedh, Ylli. Vetëm ju nuk po i shërbimi Ramës. Ai po të vjedh, Ylli. Ai po të vjedh, Ylli. Ai po të rënon, ai po të shpopullon, ai ta ka shndruar në vend droge Shqipëri. Po, ai dhe jo opozita. Po unë çfarë bëj? Ti duhet, ti dhe të gjithë të tjerë duhet të jeni deri kundër ti. Deri dje ishte kaq e koqe. Një grup me 3 veta këtu, një grup me 4 veta këtu, një grup me 6 veta këtu, hanit njëri tjetrin, shqyrenit njëri tjetrin. Ajo është që shqyrenit njëri tjetrin. Zotri. Po ju sini më nuk... Po shqyrenit njëri tjetrin, më flamur. Nuk ekzistonit më flamur. Jo, ekzistonim ne. Por ju s'donit të quanit, pse? Sepse ju... Po ku ekzistonit më ju ishit... Ty të dilte të shante Gazi Bardhi. Sepse nuk ju lejon. Gazi Bardhin e shanit 5 të tjerë. Pasaj dilte... Kjo nuk është çështje shqiptarëve. Po s'ke opozitën kështu, duke lufton me punë. Jo, zotri, jo. Jo, zotri. Jo, nuk është çështje. Çështje shqiptarëve është si administrohet. Ju të tallni me nderen me njëri tjetrin dhe ne të dalim të luftojmë në emrin tënd. Puna jon, jo, ti do luftosh për veten tënde. Do luftosh për shoqërinë. Ja, më tani të kam thirrur ty. Do luftosh për Shqipërinë. Po, të kam thirrur dhe ti të thuash çfarë do të bësh ti Edi Ramës. Ylli. Ore çfarë i bën ti Edi Ramës? Më e thjesht të shndroheni dritare e propagandës së errët të qeverisë. Po, edhe është gjë më e thjeshtë. Kush e bën? Ja po ta them unë. Po kush më? I përmenda gjithë mediat. Ti përmenda gjitha. Tani ja ku jemi. Ja ku jemi. Ç'pun ke ç'ai duhet shqiptarëve se si ka marrëdhëniet opozita me X. Jo më zot. Shqiptarëve duhet si administrohen taksat e tyre. Dhe është detyrë edhe e mediave që t'ju bëjnë transparencë. A do hym pak, shiko. Është detyrë edhe juaja se tema kështu. Jo. Jo, po vazhdojmë kështu. Taksat. Jo, të lutem. Shqiptarët duhet dinë si është rendi. Një listë gjatë. Është detyrë edhe juaja si media që shqiptarët ju thonë po, rendi dhe siguria është narkos dhe kartelet dirigjojnë drejtorin dhe në drejtori i policisë janë në martesë e karteleve në Shqipëri dhe nuk janë në martesë e ligjit dhe taksapaguesve. Duhet ja thoni dhe ju. Mirë, më do ta themi, dakor. Dakor. Po. Atëre. Po ti thoni Zoti Flamur. Që reforma drejtësia. Po pse po këtë vendim keni marrë ju që të vini si të bëni sherr me moderatorët vetëm? Jo, po duhet të. Dhe kështu fitoni qeverinë. Dhe këtë do t'i them unë sot, edhe televizionistëve tuaj dhe çdo shqiptari, që ja pra ku i keni edhe mediat deri tani kanë bërë lojën e narkosit sepse duke mohuar çdo të zezë që narkosi ka shkaktuar këtij vendi dhe duke u përpjekur Shqipërinë t'ia paraqesin bashkë me lule shqiptarëve, i kanë hedhur opium shqiptarëve. Okej, ty hym në temë. Pra janë bashkëfajtore, A do hym në temë o zotrit? Dakor, direkt në temë. Atëherë. Një listë gjatë më dhanë kolegët, janë shpallur shumë avokatë për popullin që do bëhet. Nga partia juaj, përveç kandidatit që përmendit, dhe unë e kam patur një në studio, edhe Adriana Kalaja kishte shpallur sot kandidaturën. Ta lidhim 2 minuta, ju jeni dakord që tjetë Adriana Kalaja, avokat e popullit? Po e keni Adrianën më ndihmoni, 2 minuta të ju ajo, dhe zoti Flamur, ju kë jeni për kandidat? Se kandidatin e zgjedh opozita. Po unë kam dëgjuar që nuk do ta zgjedh opozita. Çfarë ke dëgjuar, Ylli? Kam dëgjuar që do të zgjidhet, mund ta zgjedhë Rama dhe këtë. Tani. Nëse kemi Edi Rama, falë të unë. Adriana Kalaja në ndihmoni. Po. Edi Rama, Ylli, me që i ke këto lloj-lojra që bëni. Edi Rama. Jo. Ja të tregoj listë. S'më duhet lista mua, fare. 1 minutë më. Ylli, nuk më tregoj dot listën se listën kam paur para teje. Po e ke parë në me atë punë. Ti nuk merresh me atë punë. Ore ma dërguan. Që t'jesh i qartë. Edi Rama,
Një nga problemet madhore që kjo shoqëri provuan është se Edi Rama ka përqendruar të gjitha pushtetet. As Ramiz Alia, diktatori i fundit komunist, nuk ka administruar kaq shumë pushtete sa Edi Rama. Më lidh çik. Dhe ti pas ke filluar, ti ke bërë demagogu më i madh i opozitës. Dy institucione që i kanë ngelur të pakapura deta. Ti duhet të jesh aty kryetari i demagogëve. Më lidh me Kalan, të lutem. Dhe kontrolli i lartë i shtetit. Kalaja. Janë dy institucione. Jeni dakord të jetë kjo? Prit ta them ta them unë. Po jo po thuaj tani që ta heqim tjetër. Prit, janë dy institucione të cilat ai sot po bën lojra dhe makinacione për t'i shtërë në dorë. Avokatin e popullit dhe? Ju jeni avokatin e popullit, po them si fillim, dhe dy institucione janë pavarur sot. Avokati dhe kontrolli i lartë i shtetit. Dhe kontrolli i shtetit. Të gjithë institucionet tjera. Cili duhet i marrë opozita? Ku i ka këtu? Ja këtu. Këtu i ka Edi Rama. Të gjitha institucionet, duke përfshi gjykata, prokurorisë, pak skap, gjitha çka. Këtu i ka. Pra, vetëm këto dy institucione sot janë pakapura. Tani ç'po bën? Kemi 1 vit e gjys në procedurë për këtë çështjen e avokatit. Ju kemi dhënë një kandidaturë ne. Kanë kërkuar kandidaturë. As nuk e futin në diskutim as një moment parlament. Kemi ngritur vazhdimisht diskutimet. Pse? Edi Rama, kam biseduar unë personalisht në atë kohë me kryetarin e grupit parlamentar, sot kryetari i kuvendit, Niko Pereshi. Dhe asgjë. Pse? Narkosi nuk i lejon të miratojnë as një kandidaturë përveç se kërkon ta fusë në dorë edhe avokatin e popullit. Se ta shtetit, se u bërë gabim çfarë, falni. Pra edhe avokati i popullit. Kjo është e gjitha. Çdo kandidaturë që mban firmën e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të aleat vetan është dinjitoze për atë pozicion. Por ne jemi të sigurt që tani që kjo është historia funde krye e stisur nga Rama për të bërë gjasme zhurmë demokratike dhe në fund siç e kam informacionin nga brenda. Zonjën tani se mos e lodhim. Zonjën unë e kam mike dhe unë jam nga të parët që ka firmosur se do isha shumë i nderuar të meriton. Por unë po ju them këtë. Dhe zonjës që e kam shumë mike. Po tani sa do firmosni ju? Të lutem, ja kam thënë, prit. Ja kam thënë. Po. Ne jemi të nderuar, ti je ti, por do të dish një gjë. Që infot nga Kampi Roz janë që Rama do ta mbërthej edhe këtë institucion se... Ore ju a keni një apo disa po them? A doni tjetë kjo, zonjë? Tjetër, po. Se populli më në fund mund të shpëtojë të ketë një avokat e vërtet. Se që duhet avokati këti populli tani nuk e di, unë nuk e di mirë, po... A them unë. Po kjo mund tjetë një... Se shpëtoj populli shqiptar më në fund me këta avokate. Kur të ik narkosi... Kur të ik narkosi. Po, por zoti Ylli kaq është e gjitha. Të thot Adriana, ti sot kishe ndaj unë të tira, kishe bërë status të plot dhe të qartë që ti do t'jesh kandidate dhe ke dhe ndorëheqje nga funksionet në Partinë Demokratike. Po. Në fakt, ligji për avokatin e popullit nuk e ka si kusht mos funksionimin apo mos pjesëmarrjen në një parti politike, por për sa kohë që Komisioni i Ligjeve ka marrë këtë vendimmarrje dhe kanë bërë si kusht të paracaktuar që në momentin e parë që shpreh interesin për të bërë kandidate në pozicionin avokatit të popullit, dhe unë isha e detyruar të respektoja këtë, por edhe për të patur një barazlargim nga Partia Demokratike, për cilën fakt ndjehem mirë që për gjithë këto vite kam dhënë maksimumin e kontributit tim modest. Adriana, ide të gjitha dorëzimet i bere. Po sikur mos zgjedhin këta tani ti, sikur të mos të zgjedhin ti do kthesh në detyra të pranojnë me këta? Jo, nuk është problemi se së pranojnë, po që kur bëhet dorëheqje dhe nuk ka më kuptim kthimi mbrapa, unë uroj që ta kaloj me sukses, e kam me shumë pasion çështjen e avokatisë për të drejtat e njeriut, kam dhënë prova deri tashmë që unë e kam bërë edhe pa patur mandat. Zoti Noka e di që në çdo komisariat, në çdo proces gjyqësor kam qenë aty për çdo qytetar. Me zotin Noka ke biseduar zonjë dhe me partinë. Ta kanë dhënë vizën këta se mos ketë ndorëheqje në kohë. Unë thash që po. Flamuri po. Kam biseduar dhe kam marrë mbështetjen e Ky zotëria tjetër u troqit ju nga ky? Që ishte kandidat?
Kje kam pa dhe unë studio. Ylli, më duket se të sqarova në mënyrë të detajuar. Jo. Po, tërsisht. Detaj, a do paraqisni një kandidat? Pa vëmend shumë kur sqarojmë ne. Ti ke qef kur sqarohesh. Dhe në një vëmendje nuk ka mund të madhe tani. Jo, ke qef që të sqarohesh në mënyrë të pasqarueshme nga ata që nuk sqarojnë asgjë, siç është rilindja. Rilindja, Po. ata të unë nuk vinë. Po pra ata nga që të sqarojnë në mënyrë të pasqarueshme ti pra ne ke qef. Vinë mos as të unë. Po di mos se të vinë. A di pse s'të vinë? Po. Se s'kan ç'thon mor. Mirë mo, po kur e di këtë, se s'vjen ti vetëm ju me gazetarët e thoni ç'të doni. Se po jo fut. Dhe mund ty pse? Adriana, Sepse ti ke një problem, ti dhe gjithë ju drejtues të emisioneve. Sa herë që ju vim ne këtu, ju objektin e bëni PD-ja e keqja e Shqipërisë. Dhe nuk na keni ftuar qoftë një herë në këtë tryezë që të na thoni e janë zotërit opozitës, na flisni për shëndetësinë. E janë zotërit opozitës, na flisni për bujqësinë që po vdes. E janë zotërit opozitës, na flisni për varfrinë se këta qeverisë nuk na vinë. E janë zotërit të opozitës, na flisni pak këtu për turizmin që është krejt fejt. na flisni për Tiranën. Na flisni për kullat, Po për kullat, keni folur ju? Para droge, jo s'ta ke thirr. Më thuaj, hajde këtu fol. Jo do të thresun, pa merak. Që po ndërtohet. Po do t'i thuash të gjitha kullat? Të gjitha. Me para drogës. Do t'i thuash edhe kullat e mengjërza dhe kullat e djatha? Të gjitha, vetëm më thuaj. Po mos të ndalojnë. Të gjitha. Mos të ndalojnë. Ka kullat. Dakor. Kullat janë gjitha të narkosit. Po, narkos. Ke artë të më thuash tu. Hajde për zotëri se shqiptarët kanë një problem të madh. Ka 2 drejtues policie që kanë emëruar bandat, kartelet. Ti se ke bërë. Niko do të kishte zbritur 8 herë poshtë më burr. Nuk e ke Ti po flet Niko Peleshi, do të kishte zbritur Niko Peleshi. Ti po flet e unë dhe Niko Peleshi do të kishte zbritur 10 herë poshtë. Ju këtë problem keni. Shiko, ka gjë më të rëndë për shqiptarët se që drejtori policisë. Si ka gjetur doktori këtë? Por doktori pas ka gjetur njeriu më caktohet nga troplinët. Po kjo është të mërshme. Njeriu më të përshtatshëm. A e dini ti? A e di pas ka gjetur doktori më po ti që A e di ti që Kolumbia nuk e ka këtë situatë? A e di që edhe në Kolumbi nuk ka drejtor policie që caktojnë trafikantët dhe kartelet? A e di që edhe në Kolumbi në drejtori e policisë për krimin organizuar nuk e caktojnë dhe nuk e paguajnë, nuk e mbajnë me para kartelet? Zonja vend bot. Zonja Adriana, faleminderit shumë. Unë uroj të bëheni avokate popullit, të shpëtojmë në fund ky popull. Emisione. Flamuri, votën e Flamurit e ke, nuk jemi të qartë a do ketë kandidatë të tjerë, po aty ishin një 20 veta me sa pashun, dhe të shojmë do flasim dhe unë do të thresë për sëri në studio. Këto emisionit duhet bësh, që eshi qartë. Falimderit, natën e mirë. Më shkruan një kolegët, Flamuri thotë, sot pas ka një defekt, po dëgjon shumë. Dëgjova shumë. Nuk po flet fare, thotë. Fare. Një kolegë gazetar, Gëcider Vishim, më shkruan. Fare. Po dëgjon shumë Flamuri, thotë, dhe ky është një defekt shumë i madh. Është problem. Po pra. Duke dëgjuar. Po pra po. Her pas here të kthejmë një përgjigje ju. Sot vetëm po dëgjon dhe është shumë keq situata. Një përgjigje, po dëgjoj vetëm. Tani zoti Noka, të ndalemi pak te ngjarjet e fundit, ku protagonist ka qenë SPAK. Kryesisht me goditje ndaj qeverisë. Dua të më saksosh çfarë është qëndrimi i Partisë Demokratike për SPAK-un. Duket sikur ju e doni shumë SPAK-un, kur godet qeverinë dhe pastaj e masakroni kur goditet Berisha apo njerëz të tjerë të PD-s. Do me thënë duket sikur kemi 2 SPAK. Si mendon tani ti? Aja, shiko. Mendimin, sekretar numri 2 i Partisë Demokratike thot mendimin. Në këndvështrimin tuaj është ajo që the ti. Nuk i prish punë në këndvështrimin im njeriu. Këndvështrimin ton. Këndvështrimin tënd tani, këndvështrimin tënd. Ju tha duket, tash. Këndvështrimi tënd. Po, këndvështrimi i zotit Flamur. Këndvështrimin ton si opozit, SPAK-u, që në krijimin e vet, teorikisht duhet kishte aleatin kryesor opozitën. Pse? Sepse SPAK-u, që kur u krijua u tha që duhet kishte normalisht 3 shtylla ku do bazohej. 1. Luftën kundër krimit organizuar. 2. Luftën kundër korrupsionit dhe 3. Luftën kundër krimit zgjedhor. Tani i dashur Ylli, nëse nuk është larguar, se do t'i bëj një pyetje për kandidatin që mendohet që është që ka qeveria. Apo nuk Adrianës, në qoftë se është e ktheni një sekond. Jo, ti jo. As kërkujt. Se kam një emër tjetër. Të lutem, lejes më duhen emra të vazhdojmë me këta. Po. Qitë çështje. Dhe tani këto 3 shtyllat që duhet kishte SPAK. Unë bëj një pyetje ju Ylli. A vini re se në njëra nga këta qëndron në këmbë?
që kur është krijuar ky skapi, në njëra nga këto 3 shtylla që ndron në këmbë, Cila shtyllë? 3 shtylla ka skapi ku duhet mbahej. Po që të quaj SPAK. Po? Luftë pa kompromis kundër krimit organizuar. Që nuk e ka bërë. Luftë zero. Atë luftë kundër krimit që bëhet e ka bërë partnerët me Skaj e Kroçatin se për këta asnjë s'kan arrestuar. 1. 2. Luftë kundër korrupsionit në mënyrë selektive, masakro dosje nda fajla dhe bëj selektivitet sipas dëshirave të kreut të narkosit. 3. Luftë kundër krimit zgjedhor. E vetmja dosje të kopsitura si drita e diellit të krimit zgjedhor 339 dhe 184 i masakroj. Pra dhe amnistoj krimin zgjedhor, prandaj sot narkos bën blerje, votash, bën fars, zhvillon fars, dhe nuk e themi ne, thot Osobe Odiri, raporti që i ka vrarë këto zgjedhje, i ka pushkatuar këto zgjedhje, raporti Osobe Odirit, pra gjitha këto. Tani, Ore SPAK-u është i mirë, është i liko flamur. jam duke ta thënë. 3 shtyllat nuk i ka Të plotësuar. gjotë të jam duke ta thënë. Pra, thash duhet ishte. Po Por tani çfarë doktori bëri SPAK-u? Prit, që duhet Ore bazo- doktori tani po flet vazhdimisht që bravo, jo bravo, se thot fjalën bravo, Jo. po SPAK-u po bën mirë vetëm për këta. Ata mbaroj. Aha. Tani, SPAK-u çfarë bëri? Nën instrumentalizimin e Soros dhe të Ramës, filloi luftë kundër opozitës. Luftë pa epur kundër opozitës për ta shkatruar, likuiduar, ndërkohë që, Për shembull. prit, ndërkohë që Rama kishte anën tjetër politikisht për ta likuiduar, shkatruar Partinë Demokratike, nuk i arriti, vazhdoi skapi, skapi. Çfarë po bën SPAK-u? Burgos pa provë, pa fakt, Ilir Metën, kundërshtim me Sali ligj. Berisha. Sali Jo, nuk e ka Berishën kreun e opozitës. Po. Që dishti ylli, ta kam thënë herë tjetër, po e kujtoj edhe ju edhe shqiptarëve, që autokracitë në të gjithë botën, për të zgjatur sundimin e tyre dhe për të instaluar, ndjekin 2 rrugë. Ose nxjerrin jashtë ligji opozitën, ose arrestojnë liderin e opozitës. Të parën tentuan, dështuan politikisht. Dhe pastaj me të dytën, nëpërmjet skapit, ata arritën ta burgosin pa prova, pa fakte, domethënë mund burgosit kreu i opozitës për një vendim qeverie, të cilin vetëm gjykata kushtetuese ka drejtë ta gjykojë dhe asnjë skap në botë. Po ja ç'a ndodhi pse? Sepse ishte vegël politike kundër opozitës. Tani, po ja u përsëris. Edhe krimin organizuar janë ndarë, janë eliminuar dosjet pafund me Skaj e Kroçatit. Ne kemi informacione, po ja u them unë një gjë. Ish ambasadorja e Francës kur ka pa dosjet e Skaj e Kroçatit, për t'ja u prasim me të ajo s'ka dalë 6 muaj nga shtëpia vet, derisa iku. Ka shtete që i kanë ndaluar ato. Prit ta mbaroj. Dhe 6 muaj e terrorizuar se nuk takonte dot as i qeveri shqiptar. Mos harro këtë që po them. Ish ambasadorja e nderuar e Francës, kur është informuar për përbërjen e dosjeve të Skaj e Kroçat, 6 muaj s'ka dalë për të takuar as i zyrtar sepse nuk të gjithë duheshin Skaj e Kroçat. Po i bie nga Kina dhe nuk po bëj fare. Prita, po ta them. Po i bie nga Kina. Kjo është tani po them unë. Dhe çfarë është? Ky është do për drejtsinë e reti. Drejtësia e re, drejtësia e re. Se vetëm s'ka. SPAK-un po lema drejtësia se ekziston. E re, nuk është bërë reformë fare. Nuk ekziston. Dhe merresh të mblidheni ju të gjithë, edhe ju, dhe opozita, edhe ata, dhe të thoni që na falni, se 99.7% nuk është SPAK-u është 0.3%. Nuk më intereson fare mua a kalon ky Fatmir Mediu aty, a kalon Sali Berisha, a kalon Ilir Meta, të thua. Ilir Meta dhe ky. Te opozita Jo Veliu, Belinda Balluku, tjetri, a u paraqitën këta në SPAK, a u paraqit ish ministri Shnetësisë, a u paraqit tjetri, 10 veta, 15 veta. 99.7% janë të drejtësia tjetër dhe heq picirin, heq zite ullirit për një dosje tremur, që nuk e ngrini fare zërin, për një dosje që vazhdon 20 vjet procesi, dhe vdes njeriu dhe nuk merr jo drejtësi, po s'merr as lesh. Kaq. Të falenderoj shumë. Pas kaq kohësh, unë këtu para një viti e gjys ta kam thënë këtë që sapo ma theti më. Kjo që
Prit, po. Po ti e ke votuar atë tani? Jo. Atë reformë. Mos u ngut. Mirë, voti ke dhënë kësaj reforme ti, Mos u shiko. ngut. Ore mos tallni me nderën me ne. Mos u ngut. A e ke dhënë votën ti? Ylli mos. A ka dhënë votën opozita e gjithë? Ylli mos u ngut, të falenderoj shumë. Dhe ja u mori Edi Rama, si thua ti tani, Të komplet. falenderoj shumë. Po pra më thuaj. Të falenderoj. Po pra më thuaj. Tani, E kam thënë para një viti e gjysmë. Prit. Edhe e ka votuar. Ty ka votuar këti. E kam thënë këti. Duhet Po kujt i plasi çka ke thënë te unë ti më burr? Ti ke votuar ti këtë drejtësi e ke votuar ti. Ylli, me që E ke votuar ti zotri. jo, unë jo. Jo njëra vot. 139 të tjera dhe ti plus 140, 140. Jo, mos. Po e ke votuar o burr. Mos u ngut. I ke luajtur fen. Ylli, edhe kjo që sa po the, është shërbim për Ramën. A ti pse Ylli? Po. Me këtë krah flini se do merrni. them unë pse. Me këtë krah fli. Ta them unë. Nuk më intimidon mua as Rama. Jo, të Thuaj çfarë duash, Rama, Fatosnano, që i vajte që çojë them buqet. unë. Dhe i dije thoshe Ta të them futet unë. në varr dhe dije i çojë buqeta me lule. Ta them unë ty, po, ta them edhe. Partia e futen burg. Do ta them edhe. Po iko tani. Po do ta them unë. Po iko pralla me mbretër. Thuaj më çfarë do thuash? Po ta them unë. Pralla me mbretër. A votove ti reformën drejtësi? Dëgjoj ta them unë. Ja ta them unë, Ylli, merre me qetësi. Mirë. Po s'të marr me qetësi tani, ti po më gënjen mua këtu dhe të marr me qetësi. Tash Ti po më gënjen valla. Unë po them, a e votove ti reformën drejtësi? Ja. Ta kam thënë ty para një viti e gjysmë. Ja ta them. Po çën si ka po ma ke thënë mua mo zotri. Vetëm qet, Ylli, ta them Po unë. ç'ma ke thënë mua? Ja, po qetësohem fare. Fare. Ja. Do të mos flas fare. Jo. Të të lë një orë të Vetëm flasë të ti gjej iki. minutë dhe do të Po thuaj tani. Ja, lutem. Ylli, Urdhëro. Ylli. reforma në drejtësi. Mirë. Reforma në drejtësi është votuar në mënyrë konsensuale nga gjithë forcat politike. Prit. Turp. Prit, jo. Dhe të thotë, jo më jo tani të thotë, bëm këtë turp, Ata mbaroj. të rikemi mbrapsht. Ata mbaroj. Bënë reformë tjetër. Ata mbaroj. Po pra, mbaroj. 6 ligjet mrapa I bëri Rama. i bëri tek pull Rama me opozit me mazhorancën sepse ne nuk na përfshiu. Prit. Dhe këtë ka qenë një nga debatet e egra. Prit. Ato shkatruan drejtsinë dhe kthyen reformën në Ramaform. Me i do ta dish ti. Dhe ato na sollën produkt Irena Gjokën. Simboli dhe fytyra e drejtësisë sot është Irena Gjoka, Shpata, Maneku, tërkuti Gjokë. Po, shqiptarët të Irena Gjoka po e e shkator. dënuar në Irena Greqi, Po. e dënuar me ekspuls në Greqi, Po gjysmë e shqiptarëve janë dënuar. falsifikime dokumentash dhe vjen sot Po 3/4 e shqiptarëve janë të dënuar në Greqi. mo. imazhi i drejtësisë. Ore pyet Sali Berishën se i ri. Operacioni fshesa, i merrnin grekët, i rëmbenin shqiptarët, i flaknin këtu. Ylli. Grekët janë sjellë me shqiptarët me racizëm, kulmin e racizmit. Ylli. Gjithë janë të dënuar mo. Ylli. Unë se një fare këtë gjyqtare mo. Kjo mund të jetë gjyqtarja me pisë në botë. Por nuk Avokatin e skeqjes mos e bëj Ylli. Po lere tani Greqi. A, vje shumë keq. Greqia ka Avokatin bërë e shqiptarëve, skeqjes. Unë nuk po ka të punuar them. fondi, nuk kanë Kjo nxjerrë. është, po. Mirë. Po. O, Do jo, jo. thua ti partnerët e mbështesin skapin. Po ta themu pse mbështesin. Sepse është deri më sot i vetmi institucion akoma që besohet deri diku për betejë kundër narkosit, sepse këtu narkos është bërë gjithë shteti. Dhe vetëm atje akoma nuk ka hyrë narkosit te Altin. U lodha flamur Te thuaj. Altin Dumani ka hyrë. U lodha flamur thuaj. Tërsisht. U lodha flamur thuaj Sepse çfarë duhet. Altin Dumani prandaj shkoi takoj të takonte atë narkotrafikantin në Manës. E di apo jo? U lodha thuaj A, çfarë shude. duhet. Thuaj çfarë Dhe duhet. prandaj Altin Dumani më tha mua në parlament që unë nuk e njoh gjabaftët për bande për krim të organizuar. Po të pyes Dejan Altin Dumani, të pyes Dejan këtu, çfarë janë gjabaftët? Me që ai nuk pas ka informacione. A pra kjo pra është historia e skapit dhe drejtësisë re. Pastaj 16 vite sot që të marrësh drejtësi, që të marrësh një vendim gjykate. S'ka dyshim. Prit, ku ka ndodhë në një vend botës që t'jenë 1200 ditë Ylli, nga dita që me jetë vendimi dhe ditën e zbardhjes. Po kjo është merë, kaq kisha për Jemi drejtësisë. okej. Këtu do me thënë, jemi okej, por ka një problem. Ju nuk keni një qëndrim të unifikuar, Flamur. Nga një anë, shojmë Sali Berishën që bën luftë madhe me Spakun. Okej. Jemi okej. Dhe akuzon si vegël në duart e Ramës, dhe nga ana tjetër kemi një Gazbardhin që depoziton në Spak kallëzimet pa numërta dhe bëjmë politikë në çdo punë Spak. Se tani, o Spaku është kjo që thotë Sali Berisha, dhe ti mos shoh letrat atje tani kallëzimet pa numërta, dhe kupton. Se nuk e kuptojnë dhe njerëzit. Që ta mbyllim historinë e... Tani për shembull ai është shumë i gëzuar është doktori që për Spak po godet ballukun. Po ta themun. Që ta mbyllim historinë e skapit. Por tani kjo ndodh vetëm kur godet këta. Ndërkohë ju merrni letra e thoni që Spaku është 0 dhe merrni letra e çoni atë. Ja prit. Po. Kallëzimet Kam pa çuar unë 10 kallëzime. Po pse?
Kanë çuar të gjithë, ta them unë. Edhe çojnë dhe për ty. Po prit më. Çojnë për ka ty. problem. Ja, për shembull për ty, Mos u mërzit ti për atë punë. ju jeni në netim. Ke patur për një vilë, ç'a thon për ty? Pyeti, Në vazhdoj. Petrit Maun. Vazhdojmë. Ai e ka, po banon ti aty brenda thonë. Jo, s'ka zbanoj unë, po. Se shkallëzim ky. Jo, vazhdojnë ato të pyetje, jetojmë, s'ka problem unë. Jo. Jo, s'ka më reak fare unë për Shqipër këtë. tani shiko, tani është bërë sinkronë e sigurimit shtetit, këtu ka, do bën miliona kallëzime, moj. Ylli, Në një vend që do vjen miliona kallëzime, një popull që do kallëzoj veten dhe do haj veten, do shryej veten. a do të Dakor, dëgjosh tani? dakor. Dëgjojmë. Kjo është historia. Urdhëro. Historia është shumë e thjeshtë, çështja është shumë e thjeshtë. Pra ne depozitojmë çdo gjë. Pse? Sepse nuk do jetë Altin Dumani gjithmonë aty. Do vi njëri juaj. Do vi një moment që ai nga skap do kthehet në spak. Do ta bëni ju këtë. Tjetër gjë, si Dakor, më do. Dhe Po jo, po se ai nuk e bën. Duam të dokumentojmë pranë institucionit çdo gjë. Kjo është e tëra. Jo se dim se si funksionojnë gjërat. Tani zoti Berisha ka thënë disa herë që reforma ka dështuar flamur. E kemi thënë të gjithë. A do të, po jo, Berisha është një lider juaj. A do të kërkoj Partia Demokratike ndryshime në reformën drejtësi? Se të thash këtë faktin, që ti e ke thënë një vit e gjysmë para te këtu. Dakor. Tani opozita politike i kërkon ndryshimin. A do të kërkoni ju? Kjo reformë ka dështuar më. Partia Demokratike miku im e ka në programin e saj që çdo gjë do të konsultohet me Komisionin e Venecias për formën, mënyrën se si duhet trajtuar dhe duhet parë çështja e drejtësisë. Kaq. Si ka gjë? Ne mos mendo ti se ne do të jemi konsultuesit e Edi Ramës. Harroje këtë. Pra kjo është qasja jonë. Ke bariu para 6 muaj që ka mbaruar fushata, ne kemi paraqitur në programin ton këtë pikë. Sultuesit e Edi Ramës jeni ju? Kaq. Se për gjërat ju interesojnë. Kaq. Flamur, ja dëgjoje. Po, të dëgjoj. Për gjërat, do me thënë, pyetja ime, ti nuk i përgjihesh si pyetje zotri. Jo e përgjigjesh çdo pyetje. Ore, do kërkoni ndryshime në reformën drejtësi. Se ka dështuar, thot Sali Berisha. Dhe kur ka dështuar, ajo duhet të bëhet prap nga fillimi. Ore, ka gjëra që dështojnë flamur në botë. Dështon një gjë, bëhet prap. Ylli, ka dështuar? Po. Kemi thënë para të gjithëve ne. Tani duhet... Nuk me afton, më çfarë do Prit, fal ta more. bërë? Lejo, edhe qeveria Narkos ka dështuar e gjitha, dhe fakti që sot zëvendës kryeministrja, njeriu më i fuqishëm i kësaj qeverie, është në akuzë nga skapi, në akuzë të fortë. Po pse se quhen spaku këte? Ta them unë pra. Se e quani ju. Nuk e quaj spaku, unë ta thash skapi. Po. Sepse vazhdon të jetë. Tashti aty është çështje e lojës brendshme, aty është Rama, po të shpëtuar veten Rama te tuneli i Elshon Belindën janë çështje të tyre. Ti bie që dhe te ju është lojë e brendshme. Prit pra, jo. Mo që ju ja keni futur Berishës? Prit, mos u ngut. Jo ti. Prit. Të tjerët aty. Mos u ngut. Pra, po ta quajmë kështu? shiko, dhe ne kemi pas lojën e brendshme tonë dikur. Po pra. Pra ne u Dhe bëm, nuk është e vogël. pra ne u çamë dhe Dhe unë të shpjegova një gjë shumë Prit, thjeshtë. mos u ngut. Pra, kjo është, por tani reforma në drejtësisë ka dështuar. Ne kemi qasjen tonë për të dhe thash, Komisioni i Venecias konsult me të, do të shohim qasjen për këtë. Por ka dështuar qeveria. Ka dështuar qeveria. A mund më thot sot një shqiptar ku është të sukses me kjo qeveri përveç se në krim, në korrupsion, në varfrim të shqiptarëve dhe në shpopullim të këtij vendi dhe në asgjësim të votës lirë. Këto pika ka suksesit e kësaj qeverie. Askund tjetër nuk është suksesme. Pra, duhet ikë dhe shiko këtu. Belinda do të reqë këmbë zvarr, sepse këtu ti je i sigurt tani po shkon rradha lart. Dhe pastaj do të flasim ne për reformën drejtësisë, për reformën ndaj shtetit. Po spaku që kanë rregull pse? I thoshte kot kështu skapti. Në qoftë se i bie Erion Velis, Belinda Ballukut, tjetrit, skapi që Ylli, po të ketë drejtësi në këtë vend, kam përshtypjen që edhe rojet e ndërtesave tyne duhet shkojnë para drejtësisë. A di pse? Ylli, prit. Po ashtu thon për ty ata më. Prit më Ylli. Ta thashëm për. Thonë më, po unë jam e ku jam. Ore thon për ty. Ore ja ku Ka jam. muri ka këtë këtu thonë. Ore ja ku jam. Kur e ka të bërë tjetri. Ore ja ku jam unë. Jo më nuk po të. E prit pra, mos u ngut. Të gjithë më edhe Tash, këta. jo e prit se unë po flas për fakte. Po, pra. Tani Ylli dashur Ylli, një pastruese. Ja ky kush është shteti shqiptar ju them unë. Një Parata tjetër. Prit. Një pastruese vodhin në një qymk të një punojëse të nivelit të tretë të shtetit, 700.000 euro në një qymk, se sa mund të kishte të tjera, ajo tha kanë par miliona, pastruesja. Pra e kuptoni ju çfarë shteti ka këtu,
kur pastruesja vjedh në një qymkë të një nëpunëse të nivelitet 700 euro dhe thot kam parë miliona në atë shtëpi. A imagjinoni, këta janë të gjithë për burg. Ky është një pushtet që duhet rënuar nga rënjet dhe duhet dizinfektuar, që pastaj të fillojë të ndërtohet shtet. Ja, ky është pushteti narkosit. Po flasëm për korupcionin. Ju përmenda për krimin organizuar, sot shtetin dhe policinë e kontrollon kartelet. Askun ligji nuk vendos dhe nuk kontrollon, askun vullneti i shqiptarëve nuk vendos dhe nuk kontrollon. Po ndryshimet të tjera. Ky është. Sot taksat e shqiptarëve bëhen rrushe kumba. Nuk më the do të kërkoni ndryshimin. A e peti çështja e tuneli Llogaras, Ballukut si doleja. Pra, ishte 150, pa ta çojmë 190 se t'ja japim Turkut se geostrategjik thot Batoni. E peti, geostrategji thot Rama, aty e bën me atë, ja jep një Turku që s'ekziston fare. Po, ku ndodh kjo në një vend botës? A mund ma shpjegosh ti? Jo, nuk kam shpjegoj. Pastaj e kompania turke në i paguan hotelin Ramës e të gjithve atje, Belizi. Prit. Hotelet e gjithje u kam paguar ju. Jo, cila? Ty nuk e di se dim, po dhe ty ti kam paguar, po tani ti ke po që... Falë. Po pse ty të kam paguar e zë? Mua askush në konflikt interesi mund më paguaj në... Ti i paguaj një vetë, Allah, po Prit, ta marrë një shokë im. Ka qenë kjo botë. Prit, unë jam njëri që kam edhe shokë e miqe, po shokë dhe miku im, kur nuk ka guzuar shkel në zyrën time dhe të marrë një përfitim. Kur? Të nuk e dim flam. Them unë këtu për përgjësi, e themi përgjësi unë këtë, nuk e them. Pra kjo është historia. Ndërsa këtyri ja u paguajnë ata që ju japin tendera dhe koncesionet. Pas 100 vjetësh kur të vdesësh, që do të shtojnë 100 vjetën ty, do të ngrihen të gjithë dhe do thonë Flamuri ishte burim i mirë, si shtanë për nanën. Pas 100 vjetësh prite këtë, që të thonë, që tani thonë plot gjera dhe për ty. Thonë gjera, le të gjerin, le të thonë një gjë. Ore të kanë thirë atje në spak, për të jetuar. Le të thonë një gjë. Të kanë thirë ty personalisht. Le të thonë një gjë. Dakor. Një gjë. Një gjë. A do të kërkoni tani, mirë, të kalem ti, ikim nga spaku. Tani, ndryshimet e tjera të kushtetutës sa do të kërkoni tani, se për reformën drejtësi nuk më thejje, që të ndryshoni. Të bëhet ndryshe, nuk më the. Se s'ka thënë doktori dhe, po s'ka thënë doktori, mos më tuaj gjetëni, se s'ka të tatuar shumë gjera, vazhdo. Tani, ndryshimet kushtetutës sa do të kërkoni, që e kërkoni ideja e do kërkojmë ndryshim të qeverisë, sepse qeveri është e zhëtur. Atë duhet të vesh në vota dhe po t'i mera i. Lutem. Ti thua në fund pasi hy në proces, jam dakord, thua, jam dakord, të mund t'a i thellë dhe pastaj ti thua mi vodhi. Ylli, prit. Çdo radhë. Nuk them unë mi vodhi. Farsën e thot raporti Josip Beodirit. Po, ka dhe Qibleri, thot po. Që partia është parti shtet. Unë e lezova më shumë se ty atë. Nuk e ke kuptuar, pra. Se s'ke dash ta kuptosh. Po tani unë nuk jam politikan. Po jo. Veprimet që bën ti. Pra duhet ta shohësh me sy politik. Jo, unë jam gazetar, Flamë. Me sy politik, jo. A thot aty që partia shumë kohë më parë e kam bërë me sy politik dhe kam bërë gabim. Ja ta them unë. Parti shtet, ja, do ti them unë tash ty. Që me që pëthua ti që në, ja po ta them unë. Flamur, po unë e bëra emision të zgjeruar. Prit, Ylli, ja, të zgjeruar ta them unë. Ta them unë ty. Raporti thot, fushata ishte e parbarabartë, kushte parbarabartë. Do të gjosh një pyetje normale dhe të thyesh. A ka zgjedhje? Do të gjosh pyetje normale dhe të thyesh përgjigje normale, Flamur. Prit, raporti thot që tani ju do bëni senat mes shtetit dhe partisë në pushtet. Ndryshime në infrastrukturën, në strukturën, në arkitekturën e institucioneve. Nuk e që përdorë gjërësisht burimet shtetërore, thot raporti Josip Beodirit. Mirë. Po, raporti thot që 4.522 aktivitetet e Edi Ramës, zyrtaret regjistruara, dhe këqëzën daloj vetëm 8. Dhe Dumani që thua ti, nuk i patë palishme. Raporti flet edhe për patronazhistët. Ulloda, Flamur, nuk bërtë. Por, drejtësia nuk i ka parë patronazhistët. Po, prit, jo më sullodhë. Nuk kam fuqi. Prit, do të kesh fuqi ku ke. Kur jemi në debatu. Ai doktori ka një kuptim shumë të madh në jetën e njerëzve këshore. Prit, mos u ngut ti tash. Kur më të madhe. Përdorur thot, për të përdorur këto gjëra thot që janë përdorur VKM për të blerë 700.000 pensionistët. Janë përdorur 220 milion euro për të blerë fermerët. Me mashtrim se nuk ju dha pas. Po vetë më rritësh mëlçin. Raporti. Po thua gjëra shumë të çuditshme. T'japim ilaçi për ta zbuluar mëlçin. Po se ti je doktor tani. Prit, t'japim ilaçi më kapën. Ilaç për mëlçin në fund të emisionit. Po, t'japim ilaçi. Se po më thua gjëra që nuk po të pyes, Flamur. Nuk po të pyes. Po më thua gjëra të çuditshme. Prit, raporti për këtë po thot prezidenti, apo më thotë se më theti ju mundrama. Ja po them unë çfarë ka. Jo më të bëra pyetje tjetër. Doktori po bashkohet me Edramën për të paksuar parlamentin dhe për të bërë senat.
Do kaloj Fatmiri aty, se nuk Jo. Mbaroj Fatmiri pa qenë senator, nuk mund të ri. Nuk do. Nuk do bashkohet kur doktori me Edi Ramën dhe gjitha kjo është sajes e guzhinës së Edi Ramës. E drama ka përdua? Sajes Nuk do bëhet. Nuk do bashkohet. Ideja e Senatit është një ide e hedhur prej vitesh nga vetë kryetari i PD-s Sali Berisha dhe ju e mbani mend se ju nuk jeni nga ta që s'keni memorje. Pse? Sepse është momenti që të ketë një Pse mund të mbaroj kjo njeriu tani të dalë në pension e kështu pa u bërë senator Fatmiri dhe këta të tjerë të rinë gjithë ato vite. Tashi sepse duhet Senatit. E ti senator do bëhesh? Jo, s'kam farat farat me faret e unë. Ylli. Ti s'vjen. Nuk kam falë, unë jam njeri që rri me qytetarin. Shiko Ylli, unë jam njeri ti mjef prej 30 tani po u bërë senator, unë nuk di që... Ti mua më njef prej 35 vitesh, sigur të në ty. Dhe jemi miq. Ti e di që unë jam njeri që peshën dhe fuqin time nuk e kam tek propaganda, tek mediat. Jo me e zbet në teren. Kam të qytetari. Po. Dhe ti e ke parë kam 2 muaj që unë jam... Por nuk ta kërkova këtë se e di këtë. Pra, nuk e kam unë tek... Por nuk ta kërkova këtë flamur se e di. Por... Edhe njerëzia e din. Kjo është e gjitha... Jo, po më thua gjera e fortë të ditura. Jo, po këtë... Tani po të bëj pyetjen tjetër. Do me thënë, do ketë senat ajo? Ne nuk kemi qenë kur kundër kësaj, se kemi propozuar vetë kaq. Pastaj senator Flamuri, senator tjetri, senator Gazbardi, hajde tani të flasësh me ju pastaj. Tani, të dielën ka zgjedhje në 5 shqiptarët për të shqetësohet shqiptarët për bukën e përditshme, për vjedhjen e lekëve, taksave. Jo, më senator, po ka për bukën, por e shumica për bukën shqetësohen. To janë. Po ju shqetësoni për senatorin. Ministri shkon e ka kthyer detyrën e tij në një turist që merr pjesë në të gjitha seminaret e OJQ-ve të Sorosit në përbot, ndërkohë që ka vite që s'është ftuar, ka 2 vjet që s'është ftuar nga asnjë zyrtar. Tani ju të dielën kemi zgjedhjen. To janë shqetësimet e shqiptarëve. Kemi zgjedhjen 5 bashki. Të dielën. Po. Ju tani keni paraqitur kandidat pavarur, se Tirana nuk do bëhet. Jo, ne nuk kemi paraqitur. Ne jemi duke mbështetur. Po mbështesni kandidatë pavarur. Nuk i keni paraqitur, domethënë shumë herë këtu dhe nuk mund të tregoj dot, se domethënë për të pavarësinë e tyre, po unë nuk e tregoj dot me se do më shajnë pastaj një pjesë e njerëzve që... Jo, tregoj... Jo, ta kam treguar edhe ty më duket. Ta kam të tregoj jashtë. Unë dhe ti bashkë her pas herë Barsaleta shumë. Jo, për këta shqiptarët, për dashin që i tundeshin ato poshtë, si të pavarura. Edhe këta kandidatët janë si ato të dashit që tunden në flamur, po të shikosh poshtë varen diku. Dhe varen të ju. Jo, Ylli. Jo, Ylli se ke ngatruar ata që varen tek ato topet që varen Rama. Të Rama varen shumë, zotri. Shumë se të ju. Ne kemi kandidat pavarur, ne i kemi të pavarur. Të Rama varen Ylli. Miliona desh. Dërsa te ju, po flasë për këta 5 desh. Jo. Të Rama varen miliona tendera, disa kartele, disa koncesione, disa investitor strategjik. Po mirë, tani Partia Demokratike taksat e shqiptarëve aty varen Tirana. Pyetje Flamur, ka që varfër duket Partia Demokratike sa të mos ketë 5 vjetat kandidojnë, po ju të mbani gojnë hapur për të parë. Ai, dashur Ylli, ta them pse? Pse? Ta them unë. Më thoj. Kjo studio është një nga ato, por shumica e studiove mediatike, me këta analistët që paguan në përborde, kishin kaq kohë që thonin nuk hapet PD-ja. PD-ja s'deli jashtë vetes, PD-ja s'bashkon dot opozitën, sepse PD-ja ka hallin vetëm të Saliu dhe të vetes, dhe të Flamurit dhe të tjerë, prit ta marrin. Jo, në rregull. Dhe ne tash çfarë bëm? Ne analizuam gjithë situatën dhe vendosëm. Të konsultohemi me alatët, u konsultuam dhe ja ku dolëm. Sot opozita është e bashkuar, sepse PD-ja shkeli mbi veten e vet, doli jashtë vetes vet, PD-ja pranoi që të jetë një hap shumë i madh që të bashkoj opozitën, të bashkoj edhe për te opozitës shoqërinë civile, për t'ju kundërvënë narkosit dhe kandidatëve ti në pushtet, për t'ju kthyer bashkit qytetarëve dhe për t'ja marrë këtyre barbarëve që vetëm vjedhin dhe vetëm vjedhin. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Asnjëri për jush që jeni analist, apo ata që paguhen në përborde dhe që quhen banalist, nuk e ka menduar këtë gjë që këtë hap do të ndëmerte Partia Demokratike. Jako e ndërmori. Dhe tani janë shuajtur se po shuhen këtë zëra, sepse PD-ja bëri atë që nuk e mendonte asnjë nga ato banalistët e bordeve, apo ju që jeni analist, se do ta bënte. Ti kemi ne fatwa. Sepse keni ngritur lume akuzash kundër PD-s, sigurisht e keqja. Uno.
Ja ku jo dogjëm letrat në dorë dhe dolëm bashkuam opozitën, dolëm jashtë vetes tonë dhe kemi gjetë figura dhe potenciale të shkëlqyera të cilët i flasin shoqërisë 100 herë më shumë se sa këta hajdutët që Binaj shumë i mirë, po ai nuk kandidon se u mbyllën zgjedhjet. Ai do të jetë kandidati jonë. Pas tjetrin unë pastaj të Vlorës, ai thoshte se kam mbaruar universitetin online. Ta tregoj po t'ishe kur të mbarojmë. Tuajnë. Po nuk e botova se që të mos më thoshit që jo kthehem, më tregoj çfarë duash unë këtë po tregoj. Kur dalim më të tregoj. Tani. Zoti Berisha i mbaron mandatin në vitin 2026. Deputeti Besat Xhaferi deklaroi se nëse nuk ka përsëritje të zgjedhjeve, të cilat ju i quheni të vjedhura, Berisha duhet të largohet. Flamur, ke menduar në njëri që mund të largohet doktorit me mendjen tënde vetëm se shumë e zë? Ylli, raporti i OSB Odirit asgjësoj zgjedhjet. Këtë ka kërkuar e zoti Xhaferi, që këto zgjedhjet asgjësohen. Kjo u arrit. Pastaj, Sali Berisha është kryetar i Partisë Demokratike. Dhe ju e dini që edhe Jezu Krishtin. Disa e donin, disa se donin. Edhe Zotin, që është i gjithfuqishëm. Ka nga ata satanistët që e refuzojnë. Ka nga ata që nuk e besojnë. Ka nga ata, po, prit. Pra, ne nuk jemi në diktaturë, që liderin ta duan 100%. Ne jemi demokraci dhe kjo tregon atë që është vlerë e shtuar e demokracisë në Partinë Demokratike. Shikojeni Narkosin. Nuk guxon kusht të pipti, i merr i fut në burg si delet një nga një, kur mbaron punë me ta. E fundit është Belinda, që po e çon. Asnjë spiptin, asnjë nuk guxon të flas, të gjithë thonë të narroj udhëheqësi. A pra, kjo është diferencë e madhe që bëjnë qytetarët kur shohin të dy kampet, Ylli. Kjo është e vërteta. Vërteta thua. Po. Të komisionet e timore, çfarë komisionet do ngrihen ty Flamur? A, shiko. Dhe nuk ju lejojnë. Pse vallë? Ylli, pse mendon ti vallë se po? Se di. Ata të pyes ty tani. Ylli. Dhe për vete dhe për popullatën. Po, e din kushtetuta e ka të sankcionuar qartësisht që komisionet e timore, kur kërkohen nga 1/5, në mos gaboj është, se nuk e dia jam shumë i sakt në shifër. Vetëm ky dhe Gonduka më shkruan njeri, vetëm ky Flamuri thot dhe Gonduka mund ta bëj këtë vend, ta rregulloj. Po mirë thuj, shumë thuj. Jo, është e ka me dashamirësi se është. Po patjetër. E njeh Gondukun. S'ka gjë, falenderoj. Tani thuj, tani po themi gjë. Komisionet e timore, mbas të kushtetutës, kur kërkohen nga 1/5, nuk jam shumë i sigurt për shifrën, më duket se është 1/5, e antarëve të kuvendit, automatikisht thot kushtetuta është i detyruar, në 103.7 më duket, është i detyruar kuvendi që t'i miratoj. Çfarë ndodhi? Ne kërkuam një komision hetimor për zgjedhjet, tërësisht konform kushtetutës, por edhe politikisht korrekt, pse raporti i OSB Odirit ka vretur pafund skandale dhe ka rrëzuar zgjedhjet dhe ne do të hetojmë. Çfarë na u tha? Na u tha që i kemi jetuar ne gjatë këtyre muajve dhe s'keni ardhur. E kuptoni sa cinizëm ekstrem rreth lirisë së votës dhe zgjedhjeve të lira. Dhe rrëzuan. Çfarë bën? Rrëzuan kushtetutën. E kujtoni ju që para shumë muajsh, afërsisht një vit e ca, ata na mohuan komisionet hetimore edhe më parë. I quam gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ja u kthei dhe i detyroi që të miratojnë komisionet hetimore, sepse është drejt kushtetuese të sankcionuan kushtetutë. Dhe këta prap nuk pyesin kushtetutë. Këta nuk pyesin kushtetutë. Këta nuk duan t'ja dinë, këta e duan parlamentin me mec, mediat me mecet, gjithë hosana baraba për narkosin. E zeza e bardh që të paraqitet gjithë shqiptarve edhe ndërkombëtarve. Kjo është autokraci, kjo është ulëritse, Ylli. Ulëritse, kur shteti dhe pushteti e kthen në rrogzin kushtetutën, aty zotëri, çfarë është kushtetuta? Kushtetuta është korniza ku mbahet shteti. Kur ti e thyen këtë kornizë, çfarë është shteti pastaj? Shteti pastaj është sipas tekave dhe urdhrave të një njeriu, të telefonit të kreut të narkos. Po kjo
Kjo s'të mund ndodhë. Kjo s'mund ta pranojmë. Nuk ka shpresa që të ngrihen komisionet timor, sidomos Ne do vazhdojmë, sepse, a di pse? Sepse për zgjedhjet e di që aty është gropa e ti. Po gropa e ti, Narkosi e di që është edhe tek Mekonigali, sepse atje matan. Janë 33 herë përmendet emri Edi Ramës, 13 herë, falë. Dhe në 13 faqe flitet për Edi Ramën si korruptuesi i Mekonigalit. Atje është dënuar Mekonigali për çështje shqiptare, ndërsa në Shqipëri... Mekonigali ka mbaruar, Pritë mori, mos si çështje. Jo, më, Në Amerikë. Mos u ngut. Në Amerikë. Mos u ngut. Mos u ngut. Po. Mos u ngut. Mos u ngut. Por unë dakord jam të hapet prapë, po nuk e ka hapin. Prit. Pra, atje është dënuar për çështje shqiptare, ndërsa në Shqipëri nuk flitet hiç. Po kush është çështja shqiptare? Edi Rama. Nuk është dënuar për Gjykata, fal, po. Po ma gjej. Po, do ta gjej. Aty më nxorën 1000 gjëra. Të lutem. Ma gjej. Prit, do ta gjej. Gjykata në SBA vendosin në përgjim gjithë qeverinë. E dini ju, e mbani mend? Po, qeveri shqiptare. Pse? Si korruptojnë se e me Konigalit. Ato para, atje për ato para shqiptare që shkuan, u dënuaj, ndërsa në Shqipëri jo. Pse? Sepse është narkos, i kreu narkos, dhe nuk guxon kush nga ushtarët poshtë që t'i afrohet kreut narkos. Pra, jemi në një shtet demokratik? Jo, jemi në autokraci. Sepse kreu i narkos ndalon çdo gjë që shkon tek ai. Ja po rikthejmë edhe po ju kthej një pikë. Ylli, më thoni ju, a mund të rish ti në pushtet, kreu i qeverie, kur ti ke firmosur 17 vendime brenda një dite dhe duke i dhënë për krimin e incineratorëve, dhe ke firmosur për t'i dhënë një bonus, një kompania e cila s'është krijuar akoma, e cila do krijohet rastësisht nesër. Ka vend botës, tani ka drejtësi këtu që e kuptoj Flamur, po ja pra ku jemi ne. Shkel kushtetutë, shkel ligje, shkel gjitha. Nuk i bën këto gjëra, i thua ti, si të thashë, e ke ngritur dorën fort lartë për ta votuar. Jo, Ylli, nuk na bën dot bashkë. Ka ndalë, tani se nuk e mbyllëm me Adriana Iku, po jo do të bëj një pyetje ty unë për këtë. Se gjitha ajo listë që më ka dhënë mua tani, ja ti shpjegoj unë ty. Lexo çat kanë thënë, ha. Jo ti, jo. Nuk ka thënë që ti. I ka dhënë lista, është një listë shumë interesante për avokat populli. S'po e gjej dot, po tani ti Edi Rama ka shumë mundësi që të propozoj për avokat popullit të Endri Shabanin. Opozitar është ai. E pranoni ju këtë kandidaturë ajo? I dashur Ylli, unë hyra në emra për shkak të se Adriana Kalaja, si mikja e ime dhe një struktur, një hierarkje në parti, ishte përballë me në ekran. Unë çdo emër që nuk del nga opozita, do ta komentoj kur të vi momenti. Pra, në bazë të konsensusit të pashkruar... 23 emra janë. Lutem, më falë të të qaroj një proces. Jo, ti e di më mirë se unë, po... Numëri 8 këtu... Po të pjesë. Po dëgjoj përgjigje. Endri Shabani, pse të mos... Dëgjoj përgjigje, prit. Çdo kandidat duhet kaloj, në rase duhet kaloj, do të marrë konsensus e opozitës. Pra, kjo është e gjitha. Kur të ecim me hapat, do flasim për emrat. Sot s'ka emra, sot janë gjithë emrat dhe ecim. Vazhdojmë. Kandidatët deri tani janë 23. Ylli, nuk ka problem shqiptarët se kush është kandidatët. Problem kanë korrupsionin, tunelin, rrugët, gjërat, drogën, papunësin, varfrin, vjedhjen, këto kanë problem shqiptarët. Këtë është problemi shqiptarëve. Problemi është se kjo ngrehin ka filluar të shembet. Ngrehina, cila ngrehin? Ngrehina kriminale dhe korruptive që quhet qeveri. Ore, ti thua i ka marrë të gjitha. Si mund të shembet një ngrehin ku njeriu i merr të gjitha? Do flasim prap Ylli këtu. Si do flasim? Do flasim prap, ka filluar shembja Ylli. Po në shumë mënyrë, më jep shenjat që te kuptojtë popullata që... Ylli, kur të vi momenti do vi prap do t'i them, ka filluar shembja, këtë mos e harro. Ditët pastaj në vijim do shohësh shumë gjëra tjera. Në vijim tani jo? Ditët në vijim, kohët në vijim. Pse në Flamur kur i keni, pse nuk i thoje gjëra? Po prit më Ylli, duro më Ylli. Unë po të them, ka filluar shembja e kësaj ngrehine kriminale që quhet narkoqeveri. Kaq. Do me thëmë t'i thua, po bie drama. Prit, do flasim. Po në shtator që tha do filloj revolucioni
Nuk e kemi thënë kur, as kush. Jo, këto do dalin Prit. të demonstrojmë. Ylli, tash do të kthejmë prap. Këto teorit, revolucioni, prit, i kanë thënë banalistët që keni ftuar ju nëpër banaqe të paguar nga bordet e qeverisë për të krijuar një ide të rreme tek njerëzit që njerëzit të zhgënjeshin nga opozita. Po që do fillojmë revoltën, kemi thënë do fillojmë betejat. Po ku i keni? Parlament dhe kudo. Tani vajti në dorë. Ku i keni betejat? Betejë në parlament vetëm? Kudo. Që ndisin në një fiqe aty? Ylli, mos u mërzit pra. Por njerëzit në rrugë, ku i keni flemur? Nuk i kemi ftuar. Kur t'i ftojmë do të them ku i kemi. Po pse si ke ftuar? Ato çështja ime. Babai mitingjeve në Shqipëri, prodhusi... Strategjin nuk ma vendos ti... Njeriu që ka lindur, jo me strategjin e bëjtimo, po... Atëherë? Ore këte, njerëzit ku i ke vla? Sfare thjesht, njerëzit. Njerëzit janë, ata që janë Shqipëri, janë Shqipëri. Njerëzit në rrugore. Janë jashtë, kjo është. Dhe ti si e merë e bëdhen e diramënave. Jo për shumë e ngrinë, më lezon mua ti metafora këtu. Metafora. E di si e bën e diramën, e i zvarë mu. Po qese ke njerëzit. Ku janë njerëzit, lemur? Pa kështu, thua e themi që atë duesh mu. Këtë del tani dhe mban fjallime në botë. E ke paro? Në Francë mban fjallime si lider ndërkombëtar dhe nuk ka si shqetësim. Jo lider ndërkombëtar. Këtë del në të gjitha seminaret, sepse s'ka si shqetësim. Po s'ka si shqetësim tu. Shoqatat e Sorosit në të gjitha. Jo, mor, jo. Me presidentin Macron dhe me këta. Po, në të gjitha. Po Sorosin, Macronin, Sorosi e ka përdo. Ore del me udhejksin perëndimore më të rëndësishme. Në të gjitha konferencat. Dhe mban mbledhje. Seminaret. I bën Sorosi. Takimet e shoqatave të Sorosit janë dirë. Sori vajtë 100 vjetë o flamur. Ylli, kjo është e për njeri që nuk mredot poture tani, o flamur. Kjo është e vërteta, vazhdojmë. Dhe as i ditë nuk rritë të trajtoj hallet e shqiptarve. As janë ndjenë. Se sot, çmimet në Shqipëri janë më të shtreta se në BE, kjo vete në për Evropë, kjo vete në përëndim, kjo vete në përëndim, më falë flamur, kjo vete në përëndim dhe më bën fjalimet gjata, e thretë Sorosit të ati, akoma të Sorosit. Po pa diskutim, Shqipëni sot e keni foto me Alex Sorosin në këto aktivitetet. Në çdo aktivitet ku e Shqipëni... Pa i se ka fsheur, mo. Falë, ju themi që unë? Po nuk e ka fsheur, mo, Alex Sorosin. A i vajti në... Ja, të ta them. Po vajti në Amerikë, mo, ndas me tip... Shikojni në çdo takim, në çdo pleni... Po dasmori kryesor. Ata mëre. Në çdo seminar, në çdo aktivitet, në çdo konferencë ku ka shkuar këto 2 vjet, vetëm ndiqni Aleksin. Aleksi poston foto me të prash kudo tek aktivitetet e Sorosit. Tani ke gjë për të thënë vetë se unë s'kam fuqi. Unë të cila, si që kam vënë atje për të shpjeguar opozitën, ti shpjegove Edi Ramën. Faleminderit shumë, se dhe kjo detyrë. Jo shpjegove vetëm Edi Ramën. Unë nuk vi për të folë për opozitën këtu. Opozita më që do bëj. Për hallet e tyre... Ne s'duhet të pyesim për opozitën. Fare. Me një pushtet që i ka marrë të gjitha gjerat. Tu e keqja është qeveria. Ju jeni jo. emisionet të gjitha, su e keqja është opozita. Kuj buri këtu? Kjo e gjitha shërbim të qeverisë. Buri këtu, thua ti i ka marrë gjitha. Jo, unë them. Ti si do t'ja eqesh, zotëri. Të thira unë sot. Ti spjegosh që do bëj opozita. A di pse s'më ke thirrë për këtë? Sepse unë nuk kam marrë për këtë. Unë kam marrë për t'ju thënë shqiptarëve çfarë është narkosi, ku është, si po e shkatron këtë vënd, si po e vjedh këtë vënd... Ore ti ke dalë që t'ju thuash, unë kam ardhur të rëzoj narkosin, të rëzoj këtë njeri unë më të korruptuar në botë. Jo, kush është ky? Po pse çfarë ti romanciero? Jo, zotëri, jo, unë jam politikan. Po politikan ti duhet të rëzosh atë? Nuk jam avokat i narkosit dhe për të sulmuar opozitën si shbën ju. Ne? Po. Po si e sulmuar? Po, gjithkohon. All time. Me që deshin. Lumi është një këngë, lumi që mori vunonë, i marën dhe qeparonë, dhe duke si kur mbaroj, vjen fraza ti dhe duke si kur mbaronë, se s'mari dhe fshatin tonë. Flamur, se... Fshatin tuaj nuk besoj ta marë, se Barmashi është i fshat shumë i lezetshëm dhe i këndshëm, por studiot e televizionin tuaj mund ta marë. E merë. Mund ta marë. Dhe vlaj Orsi Rama, vlaj... Ka shumë gjasa. Vlaj Edi Ramës. Ka shumë gjasa, po. Pa i ta kishte marrë i do shpëtonim... A deshet ta them. Po ta them. Po do kishin shpruar se do merr me para. Një nga arsyet pse ky televizioni juaj është kështu është sepse mrapa kuindave është Olsi. Orsi Rama. Po. Sipas informacioneve tona. Ky Orsi si s'dëgjon. Ç'të të them? Të na ikte në një qeveri. Ç'të të them? Se gjendjen nuk e kemi të mirë. Ç'të të them? Nuk e di, ju e dini gjendjen. Kështu është e vërteta ju. Pse po ta kishte Orsi Rama këtë mendon ti? Po ne do kërcenim valle më. Ju si të tjerët. A shef? Si ju, mo, si kërceni. Ku kërcem ne? Jo ti, mo.
Jo në asnjë. Pjesa dërmuese e opozicisë e zvallë, më ndërton Grattaciela. Jo. Ua. Jo, Lamur. Jo. Ua. Ajulli. Thuaj njerëzve çfarë duash, zotri, ke minuta sa do t'in dispozicion. Rasti nuk kam më pyetje. I skandalit të fundit me Belinda Ballukun tregon që kemi një shtet i cili funksionon vetëm për të zhvatur taksat e shqiptarëve. Prapa këtij skandali fshihet Edi Rama, ai po bën kurban Belindën si pasojë e lojrave të brendshme, por Edi Rama është strumbullare e gjithave. Tashmë kumbulla mas shpine nuk mund të thotë se kanë hëngrë gjithë. Po për lirimin Sepse brenda kumbullave dhe në kryet kumbullave, tashmë kjo çështje dhe shumë të tjera është vetë Edi Rama. Po për lirimin e Veliajt, është ai po. Lirimin e Veliajt nga gjykata Nuk di ti kushtetuese nga kushtetues. Jo lirim fizik jo. Flas për lirim. Jo lirim ai ishte në burg për çështjen e parë, që u quajtë antikushtetuese pushimit i. Jo. Gjykata Gjykata. ka vendosur antikushtetues dekretin e Bajram Pengut dhe pushimin e nga kryeministri. Prit. Dhe antikushtetues edhe vendimin e Këshillit Bashkiak dhe të Edi Ramës pastaj? Edi Ramës dhe të Këshillit Bashkiak të urdhëruar nga Edi Rama. Të urdhëruar nga Edi Rama. Po. Si një shenjë, ata kanë vendosur ligjërisht, por kjo tregon që Rama për t'i larë duart sa më shpejt shkeli kushtetutën, shkeli ligje se do të lanë duart nga Erion Veliaj. Të njëjtën gjë do vazhdoj edhe me Belindën. Kanë filluar që sot linçimi i saj gjithandej. Ç'a bën? Linçimi. Linçimi. Po. Nuk e pranojnë, ë? Gjithandej. Shikojeni gjithë qeveria, të gjithë kanë filluar të heqin fotot e të gjithë. Ja, kjo është e gjitha. Të nderuar. Shumë funksionojnë. Pra Kuçedra ha klyshte vetë brenda për brenda. Lamur të falenderoj. Por ka ardhur momenti të bjerë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe unë Ylli. Për mbrëmjen e sotme, kënaqësi është gjithmonë kur unë jam me ty. Edhe unë kur jam Ti thua gjërat e tua sepse dhe ato të duhen, e kupton? Punat tënde. Unë do them atë që ju duhet shqiptarëve. Unë do të pyetje edhe që ju duhet shqiptarëve, por këtë nuk e dim. A ju duhen Besoj që hallet e tyre, çmimet, pasiguria, a ju duhen të gjitha këto shqiptarë që kriminaliteti i shqetësojnë shqiptarët më shumë se sa halli. Çfarë thonë opozitarët me njëri tjetrin? Të falenderoj. Që bën ju them. Nderuar të shikues, ishim në një emision maratonë me 3 pjesë, sepse siç edhe jo thamë, në orën 17 të mbrëmjes së sotme, gjykata kushtetuese dha vendimin për Erion Veliajn dhe ne u detyruam të bënim pjesën e parë ta ndërtonim mbi këtë bazë dhe emisioni fitoi më shumë hapësirë, më shumë kohë dhe u bën 3 pjesë. Ne do të takohemi tani të njëjtën e ardhshme. Falenderoj të gjithë njerëzit që ndihmuan për programin e sotëm, edhe 2 grupimeve të para. Falenderoj stafet që ndihmuan. Edhe një herë faleminderit Flemur. Faleminderit. Natën e mirë, shifemi ditën e njëjtë.